Anda bangara, bangaranga, 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 anda bangara. Unë dhe Juli jemi në mundin e bangarangës, sepse të dy ne ishe për Bullgarinë ta fiton, da, Juliana Zguro? Apo jo, për kërë O të roni shaman klip. O, Pereni! Unë kam emision tjetër. O, që ka tjetër. Ne si qëndrojmë emisionit tonë, kalojmë. Unë dhe Juli erdhëm tani me një prank shumë fuqishëm. Do shta jo thash. Do shta është mendimi jonë, por që unë e vesha Julin si gjyshe, dhe shkohat e njerëz rëndon dhe i thash, ma kini pa kujdes se ja fut vrapit. Ndiqeni! Sot kanë dalë me gjyshen time, ta përcjell pak, t'i bëj pak Biri nanës. Biri nanës një, e dini ju, po plot twist është Juliana Zguro. Të vutre e fare. E vutre. Tani do bëjmë prank njerëzve, që të shohin si do reagojnë. Ullu këtu. Më falë, shet do pak 2 sekonda? Sorry? Can you watch her for a second so I can get her water? Okay, thank you very much. Erdha... Nëna! Oh. She's demented. She runs as soon as I leave her, she runs. Rri këtu, okay? A shihni do pak nëna sa ti marrë shëuj? Thjesht shivin, okay, 1 sekond. Rri këtu të lutem. Hajde nëna. Prit, ullu pak këtu. Hajde ullu këtu. Zonja, shep pak nënën time sa ti marrë shëuj? E shep pak do 2 sekonda? Erdha. Mos ik. O nën. Ullu këtu. Këtu. Zonja, shep pak gjyshen time sa ti marrë shëuj? Okej, rri aty të lutem. Sa i gjuna, aja të mërë keq për zotin është merakos. është të më kërku mu. Do ulesh tu? Apo aty, hajde, ta marr pak të? Rri pak të? Ullo. Sa të marruj edhe erdha, okej? A shihni pak gjyshin sa ti marruj? Rri pak të, okej? Erdha! Iku këtej apo ani? Iku këtej? është me skleroz, vetëm ja fut vrapi vetëm mik. Ajo veç ja futi vrapi. Iku fare? Çova deri atje se ka ama. Po thash vetëm shife niste, nuk s'keni faju. Se çka ku iku? Te iku. E kam gjyshe. Këtej, okej. Po e bëjmë sikur lash, nëna aty ja futi sprint kjo. Jeti shumë vrapë. Si ke nuk dash kemi. Jo kjo motra wash. Po i Shtjelese. Unë dita edhe tjerë. E kuptove ti, jeni shumë të mirë. Dhe me që jemi në mundin e Eurovisionit, me që na u lutët shumë, ne ju kënduam juve në rrugë. Në situata pa lidhje. Si ne. Gjagje me kapele republike, me atë veshje ikonike, me ato syze magnetike, ka dal sot në shesh. Gjagje me kapele republike, me ato syze magnetike,
Me atë veshje super ikonike ka dalë sot në shesh. Me ty e kemi Xhaxhi. Të vëm një këngë. Just a group of friends. Maybe they're from France. This is so intense. Maybe friends. With us. With us, girlfriends. Hey, are they from France? Come sing with us. This is so intense. No offense. Where are you from, guys? Are you doing a video, guys? Yes. Yes, that's Yes. okay. Where are you from, guys? France. I just said it. I said you were from France. I knew. Yippee. A guy who's reading a book. His flight is overbooked. Never on a book. I think He can cook. The guy who's reading a book. His flight is overbooked. Maybe he can cook. never gonna. They are head book. Do you like it? Do you like it? Thank you. Take photo. Yes, take some pictures. A guy who's holding a phone. He loves the color orange. We don't know what we're saying. Vive la France! Let's go. Two beautiful girls. 10 out of 10 hair. They smell like fresh air. If you Mess with them, don't you dare! Don't you dare! Love you girls, you're so nice! Me që kishim gati, sa kishim, 1 javë, 2 javë, pa jo, gati 3 javë. 1 muaj, pa e komentu gocat e gocit, sot kemi të rosti gocat e goc. Let's go, ne jemi gocat. Ne jemi goca, vështu si bomba, shmelim kretilën. O Klea, lëre telefon se na të shmën dhe të fillojmë xhirimet. Unë kam parë gocin këtë kohë dhe gjitha hyrjet i kanë kështu. Dikush që është në TikTok, isha në TikTok, dikush që është në Instagram, isha në Instagram. Dikush që s'është fare në studio, po ku është Klea sot? Sa ke average-in qafsh? Prit. Që rrin telefon. Daily average në javë? Daily averaging Klea në javë e ka, do të thënë weekly averaging në year e ka. Daily thot edhe javë, bëjnë shumë set. Unë po të rrish kaq shumë në TikTok ose në telefon, u stresohem. Në TikTok ose në telefon, jo se TikTok është brenda telefonit. TikTok ose telefon, unë ose përdor telefon, ose përdor TikTok. Gjithmonë janë story me bollik, story në pushime, askush nuk nxjerr anën e vet negative tjetër, gjithmonë mundohen. Lutem tash, unë kam shoqë që jenë akoma story me serum me vëmendje. Mos jam mund gjë shoqja jote. Unë me serum aty. Such a hard Po mi pa, life. në sens, nuk bën sens që njeriu të heti budalliqe, më thënë, negative tjetër se vetë në story. S'tu ti hedhe, kupton? Sot po vuaj shumë, vetë shumë ti hedh ta. Edhe unë mërzitem ose stresohem kur një njeri nxjerr që ka diko smur ose domethënë ndikon, marr nga energjia. O, zema, sa energji negative kanë këta që kërkojnë për shembull lëmosh për këta që po i vdesin familjarët. E urrej, zema, kur ndali fare, bëj blok. I bëj skip direkt ose ma se ma shpifin, kanë energji shumë negative, kupton ti? Atyre t'ju vdek! Familjarët duke kërku lek për një operacion shumë të shtrenjtë. Kristalli, ua që energjie, të lutem. Ua zema, ky GoFundMe më dha shumë aura negativ. Të durova do. Unë thjesht i bëj kështu not interest edhe i vetë. Not interest. E ma se të banka me 0% interest. Jo, no interest. No interest. O Eva. Krahasoje U me tjerët. krahasoja dhe thoja, pse unë tani që jam 22, 23, nuk bëj kaq lek sa po bën ajo goca në Amerikë, që ajo thotë ti mund të bësh kaq para në 1 orë, 2 orë. Po sa ajo është pirë nxjerr. E diti, për ne do një Ka orë, 2 biznes orë. tjetër ajo, Ka biznesi. është ato kremra. Është emision tjetër ai. Kupton ti? Shikoni sa mund të rritet për ditë. Vjeni naçi aty. Desi është 10 metra larg teje. Po si bën kjo për një orë, 2 orë, zemra, sikur ka shumë lek. Do ma bledhun një shtëpi. Pse unë nuk mund të kem makinë my dream car 25 vjeçe. Vaj pa anglishat e Kristit janë shumë larg.
Po, të imi Se makinën nuk mund të my dream car in like an existing environment. Thjesht të thot makinën e ëndrave, nuk ka nevojë të thot my dream car. Se dhe ti my dream car. A ka mundësi të flasim për ëndra të tjera? Kur erdha në Andale, Do vjetën e jo vërtet. prit. Aty tani, duke qenë se ne kemi edhe këtë presionin që audienca jonë edhe në Instagram, TikTok është rritur. Kur era në Andale, pastaj kuptova se gjithë tu janë pa buksa. Po, vërtet. Edhe ishte në këmbë, kështu që I didn't care anymore about My dream car. Yeah. Kjo duhet të postoj pak më shumë, të ngrej Shkruajnë këtë. goca, thënë Kristo pse s'ke postuar, ku ke humbur. Unë dje. Dhe më duket vetja e depresioniste komplet, dhe më çfarë po ndodh. Depresioniste është kur ke depresion dhe detension. Kur ke pas Së më davi. Këtë pala këta si bëjnë kod në aman. Depresionist. Se s'ke postu sot? Po ka linë depresionist. Se s'ke postu sot, Kristo? gjendja depresionistike. Jo, fakt, mirë bën se ti i bën, i poston, nuk është se e mendon shumë ata po se thjesht ju du, kupton e You do. You do. I thot kështu. E kanë nisë me anglishtën sot, e kanë super me anglishtën të katët atë sot. You do. Ore mua më mek fakti që ima për herë isha me skem këto si kritat. Ti e pak skulte, ti e kështu e trosh, shi lejo ti të çashtu gjëra. Po, ti e debile fakt, që okay, ty ta kuptoj njerëzit. A jeni gati për kesa beba 2? Ja. Ja. Ju lutem. Kini më shqyullë, është okay, kini më shqyullë, ju lutem. Me si qëlla njëshë. Pret një fjallë të saj. Pse hëngri? Pse hëngri? O sa pse e bëri hëngri rëndshëm? Okej, Klea. sa herë futem të këndoj me mikrofonin, se di që më kap një lloj emocioni, më kap një marrje fryme, nuk marr dot frym. Shpirt mos e ka alergji. Vtes bëj ushë kushën. Po ja, gjë duke këndu, dhe besoj e ka alergji. Këndimin edhe këngën. Ta di, si sot këtu do ishe. O, Kristo dhe idiote! Nëjse, unë bje dakord me Kristolin, po të talli Kristoli për zë. Për zë dhe, a vash. Kristoli për zë, e kupton ti? A vash veç klasi lejohet sot me këtë që pam. E bëm bukur dreqime, s'ke qaj thua. I shoqi si Kesiana dum gjithë. Që drejt vdek. Që të të bëjt e lullu fare, kupto sa bukur kënon ti e Shema, shpirt. bravo. Ti ke zë fantastike, Whitney Houston. Më zdoj. Ti mund të bësh çdo gjë, jepi. Të s'duhet. Po pëlqen që këndon rap, sepse e di që nuk ka zë për më shumë. Bold coming from her. Me të drejtën e ma. Bravo për guximin. Ma mek që vazhdoni shang kështu. Më pëlqen që këndon rap se është e paftë Ma ti të idiote, ti mere. s'ke zë, ti kështu ti ashtu, pa fundi ashtu ma nuk ja marrim dot për Po. keq, kupton ti? Sa lezetshme është. Go ahead, band over, be above trendo. Duke të even skyline, ama hell to lendo. Me disiv talento, me të luqi Nintendo. Situatu. Që do haj Pse hëngre? kjo Kesiana Si ka? dhe Klea. Kjo jozit. Për gjithë ata që më kanë thënë që ti nuk di të këndosh, kjo video është për ty. Kjo është për ty sepse ti ke të drejtë. Absolutisht, absolutisht. Bëj ca ngroje, po bëj kështu me variantin. Shyqa e plasi mikrofonin. Falin ajo të paktën. Po Thjesht nga ta dhe bëj presion. Thjesht bëj ca vokalica. Okej. Vokalica për qa? Për shëndajë. Historia nanda. Historia. Sa po sikur ne. O e ma, që ca u E shpirë. ma, o jetë. Bëlla të go. Mos që go. Okej? Te di këtë këndon të ajo? Atë, të ati filmit. Që këndon. A do këndon të atë të ati filmit që këndon. Ej, e duke ndonë dhe zemra fiksa të... Ua, e preferuar a ime. U vdes këndon. Okej, Siana, me gjithë respektin për Hunger zotin, është mirë. hunger rëmshëm. It's gonna be a 10 from us. Fucking You really are for 10. rëmshëm. Bravo. Ua, sa bukur. Ose ma bëjmë ishin Ose ma kokra. shkoka shumë kjo. Po, si kështu. Flowy, ku diun, sultry. ASMR. Për zotin. E mbyllën ëmbël edhe vazhdojmë ëmbël me what the fuck. O, sa ëmbël. Hajde i të shëndërë. Ajo është gruaja më e hekur të politikës shqiptare. Personazhi më in i momentit. Fenomeni i Big Brother VIP5. Kush? Dalina Buze?
E keni ftu prap? Grua e hekur, çfarë prezantimi kanë bërë si fushat elektorale. Po, zemra sikur është Angela Merkel o shpirt. Grua e hekur, imituar nga Meryl Streep. Vjen këtu sot, bleta shek! Do e nisim bashkë në fillim për folur për showbizin, do kalojmë te Kostiani pastaj që do flasi për jetën personale dhe me Misin. Dhe në fund me mua që do flasi për gjëra goca. Dhe me Misin se kam i të që kam lënë asa. Misi, nuk e di çaj dreshin i kam lënë. Unë kemi që nga fushat elektorale, kaluan në kështu, sikur po i prezanton suita e hotelit. Në të recepcioni ke Misin. Red Room është Kostiani. Pastaj me mu jetë suita. Ti ke folur shumë për Arbrin dhe se sa mirë keni shkuar ju bashkë, po pyetja ime nuk do jetë për Arbrin, por do jetë për Ledion Liçon. Me që ti foli shparë për Blertin, jam shumë kurioze të di çfarë thot Kostiani. Ti ke folë për Arbrin, po mund nuk më plas fare për Arbrin me të drejtën edhe kote nisa pyetjen kështu. Çfarë mendon ti për këtë pemë mbrapa meje? E kupton ti? Pa pikë sensi kjo pyetje. Nuk naqem, domethënë duke e parë atë se është shumë e bukur. Ishte shumë genuine, atë shumë e vërtetë, ose kur Ledioni që më thrit. Sa interesant është fakti që Monika po flet aq shumë dhe prap plani është të fatosi. Ajo të fol, literalisht fjali nga fillimi deri në fund fatosi. Ma e kamerën te gojë. Unë thënë të drejtën mendova një herë, mos ndoshta, por pash që më thanë njerëzit sepse për ta testuar. Çfarë po thot? Mendoj njerëz se ndoshta pastaj testoj njerëz. Mendoj. Thirrje për subscribe! Na bëni subscribe, por të fillon la Villa Drama, okay? Se këtë gjë se kuptum. Pra, ti mund ta thuash fjalën kuçkë, por varet se çfarë intonacioni përdor. Shumë e vërtetë, zemra. Kuçk muti është konotacioni mirë. Edhe që je bësh shumë prostitut sot. Më pëlqeu shumë kjo për shkak, shumë prostitut po jep. Faleminderit dhe atipja kuçk. A vërtet? A kuçk ke ishe ti? Kuçk. Grida Duma apo Blendi Fevziu? Në si duhet i zgjedh, si moderator apo Në si çfarë aspekti dëshiron ti? Në aspektin seksual Blendi Fevziu. Të dy. Të dy priher. Të dy. Të dy deksa dhomat bëhet me avull. Marrim spirali e qeshës. Dyshja e radhës, Edi Rama apo Florian Binaj? Artist, njëri ka imituar tjetrin, kryeministri i Shqipërisë. Kryeministri i Shqipërisë Florian Binaj, Edi Rama që ka imituar. Unë me kem që i shpjegon këto Monikës, kupton se kur një Monika kryeministri i Shqipërisë. Tjetri është aktor portokallie. Ma bën Omar. Nuk e di nëse e një. Nuk është se ke punuar gjë tjetër me këta dy. Ka ardhur momenti të shoqëroj tek Kostiani, sepse aty do realizoni një tjetër intervistë, po më personale se kjo. E shkreta më Kostiani do e prit me pranga Rose, me të tjera kuqe, me kamzhik mirë se erdhe Monika. Ju vjen sa që bad girl. Mona. E nuk ma kishte marrë mendja kurrë që unë në jetën time do merja në intervistë Monika Kuremam. Okej, bëj pyetjen tash, na lodhe. As neve s'do na merrte me një kur, po ja që këtu ku jemi, çdo kush e meriton një mundësi. Unë vetë si Kostian kam qenë shumë kurioz gjithmonë të njoh Monikën për te kamerave. Monikën si është në përditshmërinë e saj. Po, në kamera do e bëjmë gjithë të, kupton? I lutemi prapë Kostianit vazhdojte pyetja dhe të leje sen me 100 fjalë për veten dhe se sa i gëzuar është për këtë intervistë. Po, ai si Kostian ka dëshirë ta njohë për te kamerave, por e gjitha kjo do të xhirohet me kamera Monika. E kupton ti? Do se ka ngalu kamerën kështu për te nes, Ty gjen Monikën 20 vjeçe. Çfarë do t'i thoje? Mos u lidh me Ilirmetën. I ka Ilir. Po kam puti Ilirit. unë kam qenë presionaxhie pa parë. Unë mendoj që kam bërë presion edhe kalamajve dhe hiç bashkë shortit tim. Domethënë në mënyra të ndryshme. Në mënyra të ndryshme. Për shembull i lidha, sa më bodrum, po s'ma plotsonin qefin. Ja plasan puti Ilirit sa doja për qefa, kom të rrifja. Kështu gjë normale. Gjë normale, nuk është se Moj Monik. Kjo Artemisa nuk më shgënjen kur. Nuk më shgënjen kur kjo femër. Kalon nga Kostiani me gjithat kamzhik Monika, kalon të Artemisa. Pas ka marru punë. Para të të shana. Moj Monik, thot. Është e mirë ishte Monika. Kështë seksi më mirë të sime. Bravo, Monika. Monika se të rritë ato burrat. Përgjeo me kuq. Përgjeo me kuq kënë zeq. Që do të fusja në krevat, e dyta pas Ilirmetës.
Po pra po, mirë se kena fletë dhe me shoqnik. Që të fus jam krevat e dyta pas i lirë me i të stot pa. A vash me të mirë, sot se kam bërë Që ka bëjë dërta që ka majt me do. 5 vjeç e gru. E di që kam kuptu që burrat janë një e keqe e madhe për ne femrat. Pse do thuash ti? Dhe unë do ta them tani. Ja thot Artemisa goca 24 vjeçe, Monikës që është 50 vjeçe me kalamaj, me burra, kupton që ka pas domethënë. Ja thot Misi, jep men, gjë mu, burra që jam Gjë kështu. e di unë gocës. Për zotin, i ka kalu kjo kohë Jo ti që ke eksperiencë në jetë. Ti s'ke eksperiencë, unë kam, gjë. Po ta them unë. Te intervista jote po ta them unë. Edhe çik para kolb, prapa kolb, duhet o Monikë se s'afrohet kush. Po mos më pun ata. Atë mos e thuj ti. Atë mos e dujte. Do të Misi, çik para kol, prapa kol, duhet se s'afrohet kush, po mirë Misi, pranë s'afrohen. Që s'ka Misi, ka para kol, pse këtu në andale asnjëra ka këta nuk ka para kol. Ne jemi. Asnjëra, për çdo ne jemi. Më shumë ka desi se ne. Sepse dashuria ime ka qenë, përveç se ka qenë dashuria e jetës time, ka qenë forma e jetës time. Monika is so me, babes. So me, wow, kështu. Artemisa pse shesigur do ta. Jo. Ku jeni që thot dashuria e jetës time, kupton? Një ex ka, shketa e merr malli për të. That's so us. Shumë ne. Është edhe humbja ime më e madhe. Humbja ime më e madhe nuk është. A venosën bipe? Monika, kur ka qenë hera e fundit që ke bërë dashuri? Sot me Artemisën. Ju sa Po sa po Misi sa. Omeka. E kam thënë unë ato, e kam thënë një ditë Vazhdon të mbetet e njëjta? Vazhdon të mbetet e njëjta. Wow, prapo ta fare please. Shusha. Okej, e mbyllim me Mona. Mona ishte shumë lovely. Shumë lovely. What the fuck, vazhdon mbetet ikonike me budalliqet e vet. Ku indi se u përgjigj atëherë te spa. Për zotin, love you Mona. Mwah! Dhe me që ishim të Bangaranga, të top 5-e, kemi top 5 këngët e Eurovizionit që ne kemi çuar Shqipëria, domethënë. Edhe këngë që neve na ka pëlqyer, jo se i ka pëlqyer publikut e tjerë, fundja, kupton? Jo, besim të publiku se ne publik jemi, po ne jemi shumë ndryshe edhe. Emisioni jonë, gjithsesi. Në vend të 5 është Jonida Maliqi ktheu tokës. Më pëlqen shumë ajo. Ajo s'kishte lek ndoshta për skenën, se s'kishte skenë gjë, po fustani, këndimi, tema e kështu. Këndimi mjaftoi. Këndimi po. Edhe sa hype morën back vokalistët atëherë. Por zot, ka qenë super nam. Vendi 4 Juli. Dhe kalojmë tek Elhajda Dani. Wow, super vokal, super këngë. Merdi keq se stonesh këta si të smur në finale. Për herë din në një çdo vit që smur dhe mirë shumë keq. Por në eventin më të rëndësishëm që ke, për shembull të ndodh kjo gjë. Po i kanë zëri kush e di sa këndë. Bravo Elhajda, ke shaq queen. Në vendin e tretë është Casey Tola. Take my love, take my heart. 17 vjeçë zemra në mes Eurovisionin 2009. Pak sken weird, po super këngë. Ne për skenën nuk kemi shuar në i vit. Për që albumit që këtë vit. Super këngë. Dhe kalojmë tek origjina ime e emrit, Juliana Pasha. Ju nuk e dini, po Juli e kam nga Juliana Pasha, e kupton? E kam vërtet, thjesht i pëlqen të spisime. It's all about you. It's all about you. The things that I do, the rest of the world don't understand me. Super këngë. Unë po them, për mu kjo është kënga më që kemi çu, po ne kemi vënë në vend të parë Shkodrën Elektronike. Pjermi vallet tona tribale që shtojnë zale, super këngë. Ishte e veçantë, impactful, edhe një nga gjërat më, ku diun, më të bukura që kemi çuar ndonjëherë. Po shumë e veçantë. Ishte veçantë, këtë kishte, super e veçantë. Nejse, me që po flasim për veçantë jemi dhe unë dhe Juli. Bëni subscribe dhe deri në episodin e radhës nga unë dhe nga Juli. Puci! Ándale.